që pasuja juridike do të krijohet shpejt, në kuptim të traktimit të afatë të datës. Që nënkupton që jep edhe më tepër arsye asaj që tham paraprakisht që edhe në fund do të anulohet ky dekret. Përndryshe, nuk është pejgamberi mund të gaboj, në një formë shihet si pranimi i saj i gabimit. Duke pas parasysh se nëse ajo do të ishte aq e bindur, ajo do të priste të paraqiste faktet pranë gjykatës dhe të priste që në fund gjykata kushtetuese ta lënë apo çike vetëm. Por konsideroj që në një formë është kuptuar që ky dekret nuk ka qenë i lehtëshëm. Realisht kjo ka sqaruar në mënyrë jashtëzakonisht profesionale profesori i drejtës ndërkombëtare zotëri Hasani, i cili ka qenë edhe kryetari i gjykatës kushtetuese dhe për te interpretimit të dhe nga ana e tij, konsideroj që në Kosovë nuk ka një person që mund të interpretoj më mirë se ai, duke pas parasysh edhe provë profesionale dhe praktike, dhe ai kishte sqaruar edhe afatin 6 ditor për të tentuar zgjedhjen e presidentit, pas së cilës do duhet të shkojnë në zgjedhje. Dhe realisht ashtu edhe ndodhi për shkak që masa e vendosur nga ana e gjykatës kushtetuese lejon këtë kohë që nëse do të ketë marrëveshje politike apo kandidat konsensual i cili do të sigurojë votat e mjaftueshme, kemi parasysh që të njëjtën çështje e tha edhe zotëri Hasanit që gjykata kushtetuese nuk do të mund të detyrojë deputetët të